Për shëndetin e kuzhinës një ditë sot kam vendosur me përgatit një iftar shumë të shishëm që ja vlen ta provoni secila motër. Krejt çka na nevojitin mas pori shnicllat e pules, e kom dorë recetën me juve se si i marinoj e keni pra te kanali im në YouTube. Kështu që e marrim një gjys litre me vaj e qesim në një tenxhere tigan që të nxehet pra mirë. Në anën tjetër i kom marrë pra 1 kilogram me patate, i kom zi për një 10 minuta, 7-12 minuta me pak një lugë mesme veget. Edhe ja kom kullu ujin, pra ja kom derdh ujin e kom hek. Mandej për përgatitjen e patateve na nevojiten patatet normal që kemi zi me veget dhe me ujë. Marrim një lugë të mesme me rozmarin, një lugë të çajit biber të zi, një lugë të çajit plot biber të kuq, një lugë të mesme prap me veget. E në anën tjetër për përgatitjen e një sosi të bardhë që bëhet shumë i shishme na nevojitin një lugë mesme hudhër e therrur, një lugë të mesme veget, një lugë, 2 lugë të gjellës me krem djath, frishkeze pra ose Philadelphia, edhe halta ose ojk, shlagzane cilën te keni. Pasi që nxehet pra vaji, i qesim shnicllat me opjek, në anën tjetër marrim pra një tigan ku qesim 100 gram me gjallë për ndyshe buter e shkrina. Kjo është pra për një kaverdis patatet që bëhen tepër të shishme. Tash i morëm me mesa që kom përmend edhe i qesim tek gjallëka për ndyshe buteri. Mandej morim patatet që kemi kullu edhe i qesim këtu tek gjallëka edhe tek me mesë. I kaverdisim patatet një prap, një besa, me kuskush një edhe nuk i zini do shumë, vajt deri 12 minuta ja lejbën ujnë tek tjetër tash të vaj është zevër, qesim e shnicllat e pules, jekum. Tek tenxhere vogël kemi qit pra krem djatën, tash e marrim një 150 gram të kënë ojk, alta, shlagzane, cilakje, qëllën, vegetën edhe hudhrën, edhe përshojna pashtet, shpërejtë të dhojna balë për e zinë sos. Kemi rrotullu edhe shnicllat në anën tjetër, pashtet e përzina sosin mirë, ja dhojna një 2-3 vaj, ka një sos i bardhë që bëhet shumë i shishëm. Sosi ka marrë t'i vaj edhe e lajgojnë ploshën, sosi, dhe nga zjesh të njëjtë. Patatet, si rëtëvojnë dal nga dal, që të kaverdisin si shpeshetne, reshkën. Pjekin shnicllat, vajt janë pjekë shumë mirë edhe qesim në një pjallë të pjesën të. Edhe patatet i kemi kaverdisje në reshk, si që për shefne ashtu që shni kemi qef, shumë të mija bërë. Në anën tjetër e kom përgatit salatën me kastraveca, që bërë te për sheshme recetën e kom postu, pra për ndryshe edhe me në thonë shtu në gojë, që ka në nevojitin 1 kilogram me jogurt, 10% që e kom morë gjys kastraveci, kështu që blejnë market, vaj, 4 thelbi hudhër, kopër të therrur, edhe krep i kom qit, edhe një lugë të gjellës majonez. I kom përzi gjitha dhe për shifni.
Kanë tjetër shnisat e kom pjek, sosi gati edhe kështu që neve na beft mirë iftari ju po ashtu nëse e provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bani, komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina njerit ju them, miru pofshim.